Djali më fal 5 vakte, por kur vjen në shtëpi rrin veç tu mbërtit. Mua që jam nëna e tij, kur vjen nga puna dhe kur vjen nga xhamia, çfarë këshille keni për të? Subhanallah. Allahu na rujt. Zoti na rujt. Allahu në Kur'an në surën Al-Isra tha: "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Mos u thuaj atyre as e mos i rëndo. Mos u fol fjalë që i rëndojnë. E jo më me i bërtit. Subhanallah. Ky është një problem i madh kur njeriu nuk ka kuptuar fenë e Allahut, kur nuk ka kuptuar çfarë kërkon Zoti prej tij. Nuk ka gjë më të rëndë dhe gjë më të keqe te Allahu xhelaluhu sa njeriu mos të vlerësojë dhe respektojë prindin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ruhuni nga 7 mëkatet që shkatrojnë çdo të mirë. Idhujtaria, uququl walidain, mos respektimi i prindit. Mos respektimi i prindit. Pra çdo që të bëjë njeriu vepra të mira dhe mos respektimi i prindërve vjen përballë këtyre veprave të mira, i shkatron të gjitha. Prandaj ky fëmijë duhet të mendojë për ata prindër, e të mendoj kur mos t'jenë më në jetën e kësaj bote, e mos të ketë mundësi me i respektua, me i nderua, me i kënaq. Nëse imagjinoj dot për Zotin që t'jetë një që falet, e ka këtë lloj sjellje, nuk e imagjinoj dot. Një ofsham e prindit, një mërzitje e prindit, është e mjaftueshme që njeriu mos ja shohë hajrin vetes në këtë botë, në varr dhe në ditën e Kiametit. Një pëshertim, një mërzitje, një brengë e shkaktuar nga fëmia, pasha Allahun, që nuk ka zot tjetër përveç tij. Është e mjaftueshme që ky fëmijë mos ja shohë hajrin vetes sa të jetë gjallë, pasha Allahun.